Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë zjarri ku gjërat janë mjaft të rëndësishme në ekonomi, në ndikimet më të mëdha. Shenja zjarri që do thotë luanët janë shenja më ndikuese dhe më vepruese për sa përket ditës së sotme, sidomos mbas orës 16. Ku ka një mundësi dhe një rëndësi të veçantë në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet që mund të merrni dhe kohën e duhur për sa përket anës ekonomike financiare, për sa përket një udhëtimi që do të bëni, dhe ky do të jetë udhëtim pune, do të jetë udhëtim dashurie, pak rëndësi ka. Rëndësi ka që kjo del e suksesshme dhe juve keni mundësinë që të rishikoni gjërat në anën tjetër tuaj. Ndikimet që kanë të bëjnë në çështjet e financave dhe të biznesit gjithashtu ka diçka shumë të madhe, sidomos juve që ndodheni në Itali, Gjermani për shembull, të kësaj shenje, luanët gjithmonë janë një hap para asaj çfarë ndodh. Edhe pse do të ndryshoni vend, banimi, shtet, qytet, ku diun, është koha juaj duke filluar qysh ditën e sotme dhe deri në fund të janarit të 2026, ku ka diçka shumë të madhe që ndikoheni në lidhje me punën tuaj dhe stabilizimin e saj. Çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e ditësit parë dhe me dëmtë e ditësit të tretë, ka diçka superiore që do të thotë vazhdimsi, do të thotë korrektësi në ana juaj.